Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejmain. Miqtë e emisionit Mimrama dhe mirë se erdhët në emisionin Meditime Ramazani. Sonte në studio kam të ftuar mikun tim, Hoxhën e nderuar teologun Ferit Piku, në të njëjtën kohë edhe drejtor i qendrës Mimber për Hulumtime. Mimrama dhe mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjetëm dhe urime edhe për emisionin, edhe për Ramazanin, edhe për gjithë ata që na dëgjojnë nëpërmjet këtij emisioni. Faleminderit që përgjigjesh ftesës. Jemi në muajin e Ramazanit, vazhdojmë të jemi në atmosferën e Ramazanit, tashmë ka kaluar edhe gjysma e Ramazanit, por Ramazani në vetvete fsheh shumë gjëra, fsheh shumë dobi dhe shumë mirësi. Mirësia e Ramazanit është shumë dimensionale, mund themi, pra ka dimensionin ekonomik, ka dimensionin social, ka dimensionin e jashtëm, por në të njëjtën kohë ka dimensionin e brendshëm, ose atë dimensionin shpirtëror tek njeriu. Nëse më lejoni, këtu do të përqendrohemi me lejen e Zotit edhe bisedën e sotme, pra tek ajo ana shpirtërore e Ramazanit, tek lidha e agjerimit me Ramazanin, por para se gjithash, unë do t'ju pyes, më lejoni të lutem, që t'ju pyes se çfarë është shpirti si fillim dhe si duhet ta kuptojmë ne çështjen e shpirtit. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot, i nderuar koleg dhe mik, Adil, nëpërmjet teje vlerësoj dhe përshëndes të gjithë vëllezërit dhe motrat që na dëgjojnë nëpërmjet këtij kanali, i cili është i ri por me shqetësime të vjetra. Shpresoj që të jetë një tribun, një mimber i hajrit, e të përcjell mirësi dhe hajër në zemrat e të gjithë atyre që e dëgjojnë. Amin. Jemi në muajin e madh të Ramazanit, siç e përmendesh, një muaj që është një muaj me shumë dimensione. Kudo që të ndalesh, ke çfarë flet. Nëse do të ndalesh në aspektin humanitar, Ramazani do ta gjesh një panajir dhe një festival i kontributeve dhe i mirësive. Nëse do të flasim në aspektin shëndetësor, tashmë jo thjesht hoxhallarët, po flasin nutricionistët, mjekët për dobitë e mëdha që ka agjerimi. Nëse do të flasim në aspektin social, do të flasin njerëzit për përmirësimin e madh social që ndodh brenda familjeve, brenda shoqërisë, brenda xhamateve të xhamive, ai ndikimi. Gjithandaj do të gjesh, më thonë, që ke një muaj i cili lëviz të gjitha ingranazhet e jetës, por një prej dimensioneve shumë të rëndësishme, që për fat keq gjatë pjesës së tjetër të jetës është në hije, është gjithmonë i cunguar dhe aty në një qoshe, është dimensioni shpirtëror, është një dimension jashtëzakonisht i rëndësishëm. Dhe pikrisht për ta nisur me pyetjen tuaj, çfarë është shpirti? Shpirti sipas ajetit kuranor është sekret prej sekreteve të Zotit. Të pyesin ty o Muhammed për shpirtin, thuaj që është prej çështjeve të Zotit dhe ju keni pak informacion në lidhje me këtë. Pra si thuash, është një e vërtetë e madhe rreth të cilës kemi pak informacion. Edhe mania njerëzore është gjithmonë do të ketë informacion aty ku Zoti i ka thënë që nuk do të kesh shumë informacion. Edhe për fat keq njeriu nuk merret, nuk angazhohet me ushqimin e shpirtit të tij, me kujdesin që të bëj atë që e forcon shpirtin dhe të largohet prej asaj që dëmton shpirtin, por gjithmonë e ka manin çfarë është shpirti, si është shpirti, a ka kamerë në botë që mund ta filmoj shpirtin, kur hyn dhe kur del shpirti. Gjithmonë njerëzit merren me anën teknike, kurse Zoti u thot mos u merrni shumë me anën teknike, pasi kjo është shpirti, është prej sekreteve të Zotit, por ju duhet ta ndjeni prezencën e shpirtit dhe duhet të ndiqni një udhëzime që ushqejnë shpirtin tuaj. Shpirti është ajo që Zoti i gjithësisë e futi tek trupi i Ademit alayhis salam, pasi e krijoi atë trup për një kohë të gjatë, e la në tokë, dhe ai ishte, le ta quajmë një diçka e hedhur në tokë, pa jetë, pa shpirt, nuk ngrihej dot, diçka e vdekur. Kur Zoti vendosi që ta bëj Ademi njeri, ta bëj atë të gjallë, atëherë zbriti shpirtin. Madje është transmetuar në hadith që shpirti kur hyri tek trupi i Ademit dhe dal nga dal, po zbriste poshtë, në çdo vend ku shpirti shkonte, ajo po themi ajo krijesë prej balte merrte jetë. Aty vinte jetë, aty vinte gjallëria, aty po them lëvizte gjaku, lëvizte çdo gjë. Pra shpirti është shenja e jetës. Shpirti është jeta. Shpirti është gjallëria vet, pra ajo është vetë jeta. Madje është transmetuar që kur shpirti para se të shkojë të
këmbët e Ademit, nga nxitimi që është karakteristik njerëzore, Ademi a.s. tentoi të ngrihej në këmbë, por ra për to. Kur zua, atëherë u tha kjo, wa khuliqa al-insanu ajula, dhe njeriu është krijuar si krijesë e nxitueshme, që përgjithësi nxitohet. Atëherë shpirti është shenja e jetës, shpirti është dritë për dritës hyjnore. Prandaj njeriu ka diçka që e dallon nga gjitha krijesat tjera, se shpirti i njeriu nuk është si shpirti i krijesave tjera. Ai ka cilësi që ja ka dhënë Zoti vetëm njeriu dhe s'e ka dhënë krijesave tjera. Prandaj edhe të cilësitë e Zotit ka disa cilësi që ai disa prej cilësive i ka reflektuar te krijesat e tij, patjetër brenda kufive njerëzor, siç është cilësia e diturisë, është e mëshirës, është e planifikimit. Këto janë cilësi, është e fuqisë që e ka dhënë Zoti njeriu, sepse ai është krijesë e veçantë për krijesave të tjera. Pastaj Zoti ka cilësi që janë unike, absolute, që nuk i ngjan askush prej krijesave. Allahu xhalleshanu që është një, që është pa fillim, që është pa mbarim, që është i pavdekshëm, nuk ka krijesë që mund të ketë pjesë në këto cilësi. Shpirti është ajo që ne ndjejmë, po themi çdo ditë teksa na del gjumi në mëngjes. Edhe është shumë interesant ajo lutja që bën na mëson profeti alayhis salam të bëjmë, o Zot, falenderoj ty që ma ktheve jetën pasi ma more atë. Faktikisht, siç është transmetuar, shpirti ka një gjendje shumë interesante me trupin e njeriut. Gjatë ditës është aktiv, ato janë brenda për brenda me njëri tjetrin. Gjatë natës ai bën një shkputje të pjesshme dhe jo të plotë, kur njeriu flen, prandaj gjumi quhet ndryshe edhe vdekja e vogël. Vdekja e vogël sepse tham prezenca e shpirtit është jetë, shkputja e shpirtit është vdekje. Por quhet e vogël pasi ai nuk është vdekja e plot, pasi shpirti kthehet në çdo moment, mund të kthehet në trupin e njeriu. Prandaj themi ëndrat e mira që njeriu i ka parë në ëndër dhe që i dalin në realitet, faktikisht janë shëtitja dhe shikimi, konstatimi që ka bërë shpirti i njeriu dhe jo trupi i tij. As mendja e tij. Gjatë periudhës që njeriu është në shtratin e tij, është në gjumë. Pikërisht, prandaj kjo dua, kur njeriu, më thënë, gdhin mëngjes, ai zgjohet, pra shpirti tashmë plotësisht është bashkuar me trupin, thot elhamdulillah, i cili falenderoj Zotin që më bëri edhe një herë të ringjallëm pasi ma mori shpirtin, pasi më thënë më ktheu shpirtin. Shpirti është ajo që, po themi, është si puna e atij impulsit që ndriçon gjithmonë në zemrën e njeriu, që orienton njeriu. Përderisa njeriu është kujdesur për shpirtin e tij, por shpesh njerëzit e dhunojnë, e dëmtojnë, e nxjinin shpirtin e tyre dhe vjen një moment që ai pulson dobët ose gati rrezikon të mos pulsoj fare. Dhe prandaj vim tek ajo që njeriu nuk është vetëm trup, po njeriu është trup, njeriu është mendje dhe njeriu është shpirt. Nëse njeriu është krijesë e përkryer dhe krijesë e dalluar, është e dalluar me të tre elementet e tij. Është i dalluar me trupin e tij, pasi e ka bërë Zoti trupin e njeriu të dalluar nga gjitha krijesat tjera, në formën se si ai ka bërë ato të rrinë këmbë, se si e ka dhënë pamjen e fytyrës, në formën se si quhet ai raporti i artë në mes gjitha gjymtyrëve të njeriu. Pra njeriu është perfekte nga krijimi i tij si krijesë. Çdo lloj, po themi, defekti që të ndodhi apo smundje që mund të ndodhi në trupin e njeriu, trupi menjëherë lëshon sinjalet e tij, sepse ecën në një rregullore të mahnitshme, perfekte. Po njeriu është perfekt dhe me mendjen e tij. Edhe mendja është dritë, është diçka me cilën Zoti e dalloi njeriu. Prandaj kur engjëjt u çuditën dhe thanë do të krijosh në tokë dikë që shprish dhe shkatron dhe derdh gjakun, Zoti tha unë di ato që ju nuk e dini, sepse njeriu kishte diturinë. Dhe dituria nuk është thjesht informacion, dituria është aftësia për të marrë informacion, për të akumuluar informacion, për të nxjerrë konkluzione, për të bërë plane për të ardhmen. Këtë se kanë krijesa të tjera, ja dha Zoti njeriu. Pra njeriu është perfekt me mendjen e tij, por njeriu është perfekt dhe me shpirtin e tij. Prandaj shpirti i njeriu dallon për gjithë shpirtrave të krijesave të tjera. Se edhe krijesat të tjera kanë shpirtin e tyre, që është shenjë e jetës, por shpirti i njeriu është diçka tjetër. Thash në aspektin teknik kemi shumë pak informacione mbi shpirtin. Mania njerëzore gjithmonë të studiojë, të hulumtojë rreth shpirtit, por mundësitë njerëzore janë shumë të pakta, pasi shpirti është qiellor, është hyjnor. Për ta kuptuar, por e rëndësishme është pasi e kuptove që e ke shpirtin, si do të angazhohesh me shpirtin tënd. Këtu është faktikisht betejë reale e njeriu,
një betejë që për fat të keq shumica e njerëzve nuk e bëjnë, por gjithmonë kanë atë maninë që mendja e tyre të kapi shpirtin apo trupi i tyre të kufizojë shpirtin. Thot dhe ashtu është në realitet, pra që shpirti është një sekret i Zotit, për i sekreteve hyjnore që Allahu xhalla shanuhu nuk ka dhënë informacion më tepër dhe këtu nuk ka asnjë lloj dyshimit. Edhe njeriu, pra siç e dimë është ndërtuar Mateu që ja theksut përmes shpirtit, trupit, gjithashtu është edhe mendja, ajo e cila e udhëzon ose e drejton edhe trupin, por se edhe bashkëpunon, se s'pa thamë drejton, por bashkëpunon me shpirtin. Nga këto tre gjëra që përmendën, cili duhet ketë përparësi ose a duhet ketë përparësi apo duhet të jenë në ekuilibër të plot në mënyrë që njeriu të jetë me të vërtet njeri, të meritoj atë gradën, atë shkallën, pra të qenurit njeri i kompletum, pra kemal ose kamil, sani kamil. Pyetje shumë me vend, faktikisht kjo është gjithë filozofia e jetës, e besimit, është pikërisht vendosja e ekuilibrit në mes këtyre tre elementeve. Nëse njeriu është krijesë e dalluar fisnike, e përmenda pak, është i dalluar me trupin e tij, është i dalluar me mendjen e tij dhe me shpirtin e tij. Nëse duam ta ruajmë fisnikrinë njerëzore, atë njerëzllëkun e njeriu, dhe që njeriu të mbrijnë ato që quhet insani kamil, njeriu i plotësuar brenda kufive njerëzore, se pasi njeriu patjetër që ka mangësitë e tij, atëherë duhet të synojmë këtë plotësimin edhe të trupit njeriu, edhe të mendjes së tij, po edhe të shpirtit të tij. Mund të quajmë një harmonizim mes tyne tre komponente, pra shpirt, trup dhe mendje? Fiks, kjo është objektivi kryesor, është të harmonizohen të tre elementet që faktikisht të treja janë njeriu. Në momentin që ne do t'i lejmë në thonjza në luftë për mbijetesë, se cili është më i fortë, e cili do të arrijë të marrë pjesë nga ortaku tjetër, nga partneri tjetër, ne do të kemi një jetë të qalët, një jetë sakate. Në momentin që merr prioritet dhe merr rëndësinë kryesore trupi i njeriu, që për fat keq, në përgjithësi trupi, nga që ai ka sinjalin, e jep shumë shpejt dhe ai është i lidhur me tokën, se vjen nga toka, në përgjithësi e ka maninë për të marrë nga dy partnerët tjerë, nga dy ortakët tjerë, fillon dhe zbehet elementi shpirtëror, zbehet dhe elementi psikologjik i mendjes së njeriu. Por njeriu është e sigurt që këtu do të ketë probleme. Do të çaloj çështja diku. Feja nuk është kundër plotësimit të nevojave të trupit, përkundrazi Zoti na urdhëron vetë që të plotësojmë nevojat trupore, por me kushtin që të plotësohen në ato që quhet halal, brenda kuadratit të lejuar, sepse çdo gjë që është haram e ketë sigurt që e dëmton edhe trupin e njeriu, brenda kufirit të kënaqësisë dhe të ngopjes, dhe jo të pangopsisë, sepse në këtë rast njeriu shkatron edhe trupin e tij, e dim kur njeriu nuk ka frena në fizikun e tij. Pra feja është që t'i jepet haku 100% trupit, por t'i jepet haku brenda kuadratit të lejuar dhe me kujdesin që ai mos marri nga dy ortakët tjerë. Por njëkohësisht nafton që t'i jepet haku 100% shpirtit njeriu. Dhe njeriu mund të jetë 100% në trupin e tij, 100% të jetë në shpirtin e tij dhe 100% në mendjen e tij. Pra nuk kemi të bëjmë me ndarje përqindjesh nga 33% të gjitha, por të gjitha duhet të marrin maksimumin e mbështetjes, maksimumin e ushqimit të tyre. Dhe nefsul mutmainne, po themi njeriu i qetë, që është objektiv që ta mbërri, ai që është i qetë në trupin e tij, që është i qetë në mendjen e tij dhe është i qetë në shpirtin e tij. Secili prej këtyre tre elemente, po ta shikojmë, ka burimin e vet të ushqimit. Dhe burimi i ushqimit vjen nga burimi i origjinës. Burimi i ushqimit të trupit është toka, sepse prej toka është krijuar trupi. Të gjitha ato që konsumon njeriu janë prej tokës. Ti si njeri do të konsumosh ato që është e lejuar halal dhe ato që nuk të bën dëm. Burimi i mendjes është trita hyjnore, është besimi. Unë e quaj ndryshe kështu. Mendja është si puna një aparati, një kamera apo një, po themi që shikon, por në errësirë nuk shikon dot. Është si puna dritave të makinës, ato shikojnë për ndriçim, por nëse nuk punojnë, ti nuk shikon dot. Edhe syri i njeriu, ai shikon, e ka aftësinë për shikuar, por nëse nuk ekziston drita, atëherë dhe mendja e njeriu, nëse nuk është besimi në Zot, sepse ka kapacitete shumë të mëdha mendja e njeriu, ajo është drita hyjnore. Ajo është drita. Prandaj ushqimi i besimit është drita. Pse besojmë në botën tjetër, në ato të fshehtën, në gajbin? Pse besojmë në kaderin e Zotit? Sepse mendja nganjëherë nxjerr pikpyetje aq të mëdha
sa që mund t'u jap përgjigje atyre. Dhe në tendencën për t'i dhënë përgjigje këtyre, pse ekzistoj, pse do të ndodhi mua kjo gjë, pse tjetrit Zoti ka dhënë kështu, mua s'ma ka dhënë diçka të tillë, fillon dhe shkatërrohet mendja e njeriu. Prandaj njeriu mund të mbërrijë disa labirinthe, në disa tunele të errta, që po mos ishte drita e besimit, ai fillon dhe korruptohet, shkatërrohet nga brenda, pastaj shkatërron dhe vetë trupin e tij. Ashtu është dhe shpirti nuk është prej toke. Prandaj në ushqimet e tokës nuk i bëjnë dobi shpirtit. Ilaçet e tokës nuk i bëjnë ndërman shpirtit, shpirti është prej qielli dhe ushqimi i tij duhet jetë specifik. Kjo është e bukur e njeriu, ti je krijesë toksore, ti je edhe krijesë qiellore. Je materiale, po edhe je shpirtërore. Është një perfeksion që vetëm Zoti mund ta bëjë. Po qëndrom, në këtë kontekst, me që përmendet shpirtin dhe ushqimin e shpirtit, adhurimet padyshim që janë ushqim për shpirtin, por adhurimi më i mirë për shpirtin, a mund të veçojmë adhurim si ushqim të shpirtit për të realizuar ose për të finalizuar atë përsosjen e njeriut gjithmonë të harmonizuar me trupin dhe me mendjen? Pra kë mund të veçojmë? Përmendëm pak që njeriu, feja e orienton njeriu që të kujdeset në të tre elemente njëkohësisht. Dhe po shikosh ka direktiva për secilin prej tyre. Në aspektin po themi trupor, material, Zoti nuk thot hani dhe pini, po thot nuk ja ka bërë kush juve haram të mirat e Zotit dhe halalli është shumë më i madh se sa sfera e haramit. Pra, sepse trupi ka instiktin dhe përdesa instinkti është aty, ai e kërkon vetë, nuk ka nevojë, ai që është i uritur do të haj, ai që është etur do të pi. Nuk ka nevojë që ti thuash me ajet kuranore dhe me hadith që ta bëj diçka të tillë. Po feja na orienton shumë edhe në ushqimin e mendjes, e përmenda pak. Prandaj pse ajeti i parë kuranor është Iqra, lexo. Ushqije mendjen tënde, po thot Bismi Rabbik, me emrin e Zotit, sepse me dritën hynore. Me dritën hynore, ajo është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse informacionet, mendja ka si puna e sfungjerit, ajo thith çdo gjë. Po informacionet e dëmshme, apo që, ato mund dëmtojnë vetë mendjen e njeriu edhe pastaj dëmtojnë edhe trupin e tij. Ajo është e rëndësishme ta ushqiesh këtë në dritën e besimit. Vim tek ushqimi shpirtëror. Zoti për ushqim shpirtëror, që shpirti ishte nga qielli, ka bërë librat e tij. Se librat e Zotit janë fjala e tij. Librat vinë prej qiellit, prandaj janë ushqim. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Përmendja e Zotit, qoftë ai në formë dhikri, në formë meditimi, në formë të leximit Kuranit famlar, pse ndikojnë këto ke shpirti i njeriu? Për shembull, njeriu kur lexon Kur'an dhe është i qetë, mundohet në atë kuptimin ta përjetojë leximin e tij dhe jo ta ketë kështu me axhele për të marruar punë, ai fillon dhe rahatohet. Faktikisht po rahatohet shpirti. Sepse shpirti është njohur me, po themi, me ato që vijnë nga njëti origjinë, me Kur'anin famlar, me përmendjen e Zotit. Këtë kemi vërejt vëgjënërum edhe ma që të shjetoj në periudhën e rrjeteve sociale teknologjisë e tjera, disa të ri, të cilat kanë kanalet specifike në YouTube, në TikTok apo në Instagram, marrin Kur'anin, me një zot bukur normalisht, dhe ju vend disa persona të cilët në jetë tyre nuk kanë lexuar se kanë dëgjuar asnjëherë Kur'anin, dhe realisht ka nga ata jo musliman normalisht të cilët edhe ju rrjedhin lotët nga bukuria, nga ambëlsina e leximit të Kur'anit. Duhet të jetë ajo që sapo thotë pra ndikimi që ajo qiellore ka tek pjesa e njeriu shpirtërore. Ajo pjesa që është shumë e rëndësishme, që faktikisht ajo po që si qetësohet dhe rahatohet, njeriu siç e përmende, ai qan pa vetdi. Ai fillon e kap një gjendje shumë interesante. Prandaj Zoti për Kur'anin famlar, nga që Kur'ani është fjalë e Zotit dhe ai vjen prej qielli, dhe nuk ka gjë që e zëvendëson Kur'anin, thotë po t'ia zbrisnim të Kur'an maleve dhe kodrave, ato do të shkërmoqeshin. Ato do të bëhen copa, domethënë. Pa atëherë imagjino njeriu i cili ka shpirtin e tij, kur Kur'ani zbret, ai kthehet në qetësi. Ai kthehet në një farë shërimi, ai shërim edhe për shpirtin, është shërim edhe për trupin. Ato që ushqejnë shpirtin pra është fjala e Zotit. Janë adhurimet, një nga dimensionet shumë të rëndësishme që kanë pikërisht të ushqimin shpirtëror, të reflektimin, të largimin e njeriut nga angazhimet, materializmi, rutina e përditshme. E si thuash, i jepi pak dritë shpirtit tënd, i jepi pak ushqim shpirtit tënd. Pse namazi quhet ndryshe bahçe xheneti dhe njeriu mund të përjetojë një kënaqësi që i ngjan kënaqësisë parajsës. Pse? Sepse faktikisht nuk është se po kënaqet trupi,
i cili bën disa lëvizje të caktuara, faktikisht po shijon shpirti i njeriu. Pse në njeriu kur është në sejdën e tij, kur fizikisht materialen e ka quar në nivelin zero, më të ulët të mundshëm, pse ai ka një kënaqësi shumë të madhe? Pse ai kanjëherë nuk do të ngrihet nga sejdja e tij? Shpirti nuk do të ngrihet në ato moment nga sejdja, se është shumë afër me Krijuesin, është shumë afër me qiellin. Ai po themi ai po hushqiet në këtë lloj momenti. Po ashtu edhe agjerimi për cilën do flasim, ajo është një burim i jashtëzakonshëm i furnizimit. Pse njeriu kur jep dhe jep me kënaqësi, pse ndihet mirë? Mund të ndihet më mirë dorë dhënësi se sa ai që mori të mirën. Faktikisht teorikisht ti ke dhënë, ke hequr diçka nga ajo. Dhe nuk është e lehtë, por derisa e ke marrë vendimin për të dhënë, dhe momentin që ti kënaqesh me ato që ke dhënë, ti ndihesh shumë i lehtë, sepse shpirti i njeriu e don pikërisht këtë, të japësh. Dora që jep është gjithmonë më e mirë se sa dora që merr. Dhe unë mund di që ka njerëz që bëjnë terapi shpirtërore me kontribute vullnetare. Njerëz që shkojnë dhe ndihmojnë jetimet të varfrit, nënat e veja shkojnë në vende të varfra, nuk është se e bëjnë domosdoshmërisht nga backgroundi i besimit apo i sevapit. E bëjnë pikërisht sepse thotë unë ndihem mirë kur e bëj diçka të tillë. Është shumë interesante, njeriu ndikohet shumë pozitivisht kur shikon lotët e gëzimit tek sytë e jetimit apo tek i varfri. Është shumë interesante. Kjo është ushqimi shpirtëror që e bën shpirtin e njeriu të ndihet mirë. Ushqimi shpirtëror nuk është në tokë. Kënaqësitë e tokës, çfarë do qofshin ato, janë kënaqësi trupore, pjesërisht dhe momentalisht ndikojnë tek njeriu, por sa po të kalojë ai moment, njeriu kthehet përsëri në atë brengën dhe në mërzinë e vjetër. Prandaj thuhet, kjo dynja është e tillë që nganjëherë nuk të hyn në sy e gjithë pasuria e saj, të gjithë ushqimet e saj, çdo gjë. Për momentin thua që kjo po ta kem këtë, unë do kem kënaqësi absolute. Pasi e shijon atë, shikon që nuk është ajo kënaqësi absolute. Ti vazhdon të jesh akoma më i etur, faktikisht etja është shpirtërore. Uria është shpirtërore, kënaqësia duhet të jetë shpirtërore. Islami është me të vërtetë një ekuilibër jashtëzakonshëm, një ekuilibër i cili thotë as trupi s'duhet t'ia bëj me hile edhe t'i bëj dëm shpirtit, po as shpirti nuk duhet ta dëmtojë trupin. Prandaj ne nuk e kemi këto që ne duhet vuajmë fizikisht që të ushqet shpirti ynë. Jo, ne jemi për ato që secili të ri në kuadratin që i takon, të ushqihet nga burimi i origjinës e të ruhet ajo harmonia që përmende mes tyre. Kjo është ajo që quhet njeriu i qetë, ka gjetur qetësinë, po themi kënaqësinë e xhenetit në këtë tokë, përpara se ta gjejë në kënaqësinë në xhenetin e përhershëm në botën tjetër. Është saktë. Jemi realistë sepse vazhdimisht jemi në kontakt me xhamatin, edhe unë edhe juve, dhe me të vërtetë ka njerëz të cilët janë të pakënaqur. Pra i kanë të gjitha të mirat. Pra si nga ana pasurisë, kanë trashëgimi, kanë familje, kanë evlad, pra fëmijë shumë, por janë të pakënaqur. Dhe në përgjithësi njerëzit e kërkojnë kënaqësinë, atë boshllëkun e shpirtit tek fama, ke disa të tjerë kërkojnë tek karrika, tek posti, tek politika, tek ushqimi, dreka, darka me shok, me miq, parti të ndryshme, ndoshta edhe të egzagerume, por se në realitet nuk e gjen askund. E kërkojnë lart dhe më lart, por është ajo kënaqësia vërtet është poshtë. Siç e theksut edhe më sipër pra në sejdë, ku ajo ana materiale ka shku në nivelin e tokës dhe ana shpirtërore është duke u lartësuar. Hoxhë nderuam, jemi në Ramazan siç e theksova, normalisht që muaji Ramazanit është një muaj i begat, shumë dimensional. Është muaji i mirësisë, është muaji i faljes, është muaji i pendimit, është muaji i bujarisë. Ndër të tjera Ramazani njihet edhe si muaji i shpirtit. Cila është ajo lidhja e shpirtit me Ramazanin, e shpirtit me këtë muaj të begat, e shpirtit me agjërimin, pra sepse ka duket apo dallohet që ka diçka të veçantë faktikisht mes tyre. A mund të na tregoni pak i lutem? Shpirti është tek njeriu edhe në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Sa të jetë jeta e njeriu, mirë po në atë angazhimin ditor të kësaj jete që siç e përmendesh materiale, është një vrapim drejt diçkaje që vetë njeriu s'po e kupton dot. Edhe faktikisht ai nuk kupton këtë element të harmonisë në mes tre elementeve, tre dimensioneve, se po ta ruante njeriu këtë, ai do të ishte edhe jashtë Ramazanit, do të ishte i qetë dhe i lumtur. Mirë, por Ramazani ka një specifik tjetër. Ramazani vjen për rivendosje ekuilibrash.
njeriu ka të vështirë ti mbaj vetë ekuilibrat mes tre elementeve. Pasi ana materiale ka pesh, ka rëndes, siç ka forca e rëndesës, domethënë, shpeshherë shtyp anën shpirtërore dhe shpeshherë bllokon dhe mendjen e njeriut. Ramazani vjen për të rivendosur ekuilibrat. Siç e rivendos namazi ditor, rivendos ekuilibrat, xumaja rivendos ekuilibrat e javës. Ramazani vjen për të rivendosur ekuilibrat e vitit, komplet të vitit njeriut. Çfarë bën Ramazani? Ramazani bën një privim të përkohshëm të aspektit material, të asaj që ti e ke të përditshme, e ke shumë rutinë, ushqimin dhe pijen. Njeriu han kur të doj, pin kur të doj, ama për një kohë caktuar, duke u bazuar tek besimi, sepse besimtari e respekton urdhën e Zotit, ai nuk han. Pra ti ke dal nga e zakonshmja. Ti nuk je mos i herët tjera. Po pse e bëjmë ne diçka të tillë? Për t'i bën pak fre pikërisht atij dimensioni material, asaj të zakonshmës, të përditshmës, e cila na ka bërë që të jemi shumë të pavetëdijshëm ndaj shpirtit ton. Atëherë, duke frenuar aspektin material, automatikisht njeriu do të jap pak interes, kujdes anës shpirtërore. Shpeshherë njeriu kupton duke u privuar. Njeriu aty kur ta privosh me diçka, ai e vlerëson ndryshe anën materiale. Kur njeriu i ka gjitha të mirat, nuk ka shumë vështirë të vlerësoj të mirat. I shëndetshmi nuk mund ta vlerësoj shëndetin e tij, por i smuri e vlerëson atë. Prandaj thuhet shëndeti një dhimbje, aty e kupton. Prandaj ne gjithmonë na ftohemi të vizitojmë të smurët, të vizitojmë varrezat, të vizitojmë njerëzit në nevojë, përpara se të jemi ne të smur apo të jemi në varrezë apo të jemi njerëz në nevojë. Kjo do të ndikojë në aspektin shpirtëror tonin. Edhe do të filloj shpirti ti tërthoj trupit që ki kujdes, se ti je i pangopshëm, por mund të sprovohesh me gjëra të tilla. Sot është ky smur, nesër mund të jesh ti. Prandaj thuhet ai që është i pangopur nuk e ndjen. Ai që është gjithmonë i ngopur nuk e ndjen ato që s'ka. Ai që është gjithmonë i kapir nuk e ndjen të eturin. Po ai që është i shëndetshëm nuk e ndjen dot smurin. Është e mira që njeriu ta vlerësojë të mirën e tij. Mirë, po pak janë njerëzit që e vlerësojnë të mirën. Zoti, duke na privuar nga ushqimi dhe nga pija dhe nga kënaqësitë trupore, na bën që ta ndjejmë mirësinë materiale, ta ndjejmë radh para të, edhe duke na kufizuar për këtyre mirësive, na bën që të japim pak hak shpirtit ton. Prandaj njerëzit në Ramazan janë më të lehtë. Unë them që nuk janë më të lehtë thjesht fizikisht, sepse barku i tyre nuk ka ngrënë. Ata janë më të lehtë shpirtërisht, dhe kur shpirti lehtësohet, ai ngrihet sipër, sepse origjinën e ka nga sipër. Edhe kur shpirti ngrihet sipër, ai e merr edhe trupin me vete. Kurse kur trupi rëndohet, e merr dhe e zhyt edhe trupi edhe shpirtin në batak. Kjo është formula e gjës. Njerëzit janë shumë më të qetë, më të lehtësuar në Ramazan, jo thjesht se nuk kanë ngrënë, por ata faktikisht nuk kanë ngrënë materialisht, por kanë ngrënë shpirtërisht. Shpirti është më i lehtë, është nuk ka pranga, është më i kënaqur, fillon ai kontakton me origjinën e tij. Pse quhet muaji i shpirtit ndryshe? Ai është muaji i shpirtit sepse ai lidhet me Kur'anin. Prandaj Kur'ani është shumë i rëndësishëm në Ramazan. Prandaj ka zbritur në Ramazan. Edhe burimi i Kur'anit është qiellor, edhe ai është edhe në Ramazan. Prandaj Ramazani është bërë muaj i veçantë për hir të këtij Kur'ani. Edhe kur shpirti i njeriu komunikon ndryshe me Kur'anin, e kupton apo se kupton atë? E mira është ta kuptojë njeriu, por edhe kur se kupton, kur e lexon, ata pajtohen shumë shpejt me njëri tjetrin dhe shpirti lartësohet. Prandaj edhe Xhibrili alayhis salam quhet ruh, quhet shpirt. Edhe prezenca e Xhibrilit në natën e Kadrit në tokë, ajo është një ushqim dhe një pasuri e madhe shpirtërore. Shpirti pse ndihet mirë në Ramazan? Sepse njeriu në Ramazan është më dorëdhënës. 11 muaj të tjerë në përgjithësi, ati si mbarojnë lista e nevojave të trupit vet, por në Ramazan thot duhet me dhënë. Po sa duhet me dhënë? Qove dhe minimumin. Një kokër hurme duhet ta japësh, një gotë me ujë duhet ta japësh, sadaka fitrin duhet ta japësh. Po s'patë mundsi një fjalë të mirë, po s'patë mundsi, mos e kthej me të keq. Këto të gjitha janë ushqime shpirtërore, ndikojnë në lartësimin dhe në pasurimin e shpirtit të njeriut. Prandaj thash njerëzit në Ramazan ndihen më mirë. Dhe ideja është që pas Ramazanit të luftojmë të ruajmë këtë ekuilibër, këtë ushqim të shpirtëror, këtë kujdes që ja bëm shpirtit aq sa ja bëm gjatë muajit Ramazanit, dhe duhet kujdesemi edhe pas muajit Ramazanit, pikërisht që mos prishen dhe mos përmbysen edhe një herë ekuilibrat
tre ekuilibrat e ekzistencës njerëzore. Vazhdojmë pra edhe pas Ramazanit në mënyrë që njeriu të jetë i plotësuar. Hoxhë nderuam, duke qenë se kemi ardhur në fundin e minutazhit që kishim në dispozicion, unë ju falenderoj për prezencën tuaj. Shumë faleminderit. Realisht unë për veti përfitova nga dija juaj dhe u kënaqa në këtë bashkëbisedim, por përpara se të themi lam të mirë emisionit ton, unë do doja mesazhin tuaj për të gjithë ato që na ndjekin, për të gjithë ato që na dëgjojnë për rrjetet sociale, për kanalet tona apo nga çdo vend tjetër. Unë shpresoj që ky Ramazan me të vërtetë të jetë siç është shans hyjnor, i cili nuk është i garantuar që jepet njeriu çdo vit. Ai vjen çdo vit, por njerëzit nuk kanë garanci që janë ata që do ta presin. Unë shpresoj që ky Ramazan, siç është pastrim për trupin tonë, dhe këtë tashmë të gjithë e dim, ai riformaton trupin nga fillimi. Ai të jetë lartësim për shpirtin ton, ushqim për shpirtin ton, të jetë reflektim për mendjen ton. Të tre këto elemente janë shumë të rëndësishëm dhe të treja kanë mundësi që në Ramazan të riformatohen edhe një herë nga fillimi. Pasi siç e përmenda, trupi i njeriu është më i qetë në Ramazan, dhe zemra e tij rreh më qetë, më lehtë, po ashtu stomaku është më i qetë, siç është vërtetuar qelizat e njeriu edhe një herë komplet riformatohen për ta bërë një trup të ri. Edhe mendja e njeriu është shumë interesante, kthelohet në Ramazan. Njeriu është më i reflektohen më kollaj, ndjen më kollaj, kur thirret për kontribut, është më i shpejt në kontribut. Njeriu mendon që kjo botë është e përkohshme dhe Ramazani ta jep këtë mundësi. Siç mbaroi dita e agjerimit, siç erdhi iftari, do vijë edhe vdekja e njeriu. Ajo që dukesh shumë e gjatë, shumë e shkurtër. Prandaj edhe mendja reflekton në Ramazan, por mbi gjitha të jetë ushqim dhe lartësim për shpirtin ton. Kjo duhet të jetë, mendoj që ajo angazhimi dhe duaja e përditshme, o Zot na nxirr për këtë Ramazani me trupa më të pastruar, me shpirtra më të lartësuar dhe me mendje më të kthjelluara, dhe na bëj ta ndjejmë kënaqësinë brenda vetes tonë, në ato që na ke dhënë ti, o Zot. Dhe Zoti na ka dhënë shumë faktikisht, por ne shikojmë gjithmonë ato të komshiut, se na duket ajo më e shijshme, duket më e madhe se sa jona. Na bëj falëndërues për të mirat që na ke dhënë dhe na bëj që këtë falënderim ta bëjmë edhe duke kontribuar tek njerëzit tjerë. Ne dalim prej Ramazanit njerëz më të mirë për veten tonë, por shpresoj që të dalim më të mirë dhe për shoqërinë tonë, se sot kemi shumë nevojë për njerëzillëk. Njerëzit po mbyten në individualitet, në ato pangopsinë materiale, dhe po hyri njeriu në këtë tunel nuk del dot. Dynjaja e ka këtë forcë që po hyrë në spiralen e saj, ai nuk të nxjerr. Po që se njeriu frenon, nëse njeriu vendos të ekuilibrin, harmoninë mes këtyre tre elementeve, ai do të ndihet shumë i kënaqur në veten e tij, po do të jetë njeri që dhuron kënaqësinë dhe për njerëzit e tjerë. Prandaj Zoti na bëft kënaqur brenda vetes tonë, brenda shpirtit tonë, dhe na mësoft të dhurojmë kënaqësi tek gjithë ata që na rrethojnë ne. Kjo është mesazhi që e kam për veten time, por edhe për ata që na dëgjojnë. Edhe një herë shumë faleminderit për ftesën. Ju uroj mbarësi në këtë podium, në këtë studio, dhe shpresoj që prej këtij vendi të dalin vetëm mesazhe të mira që hyjnë në zemrat e njerëzve, që u zbukurojnë atyre jetën. Shumë faleminderit. Faleminderit për jush. Miqtë e mi, ishim me Hoxhën meteorologun Ferit Piku, një herës ishi edhe drejtor i qendrës Mimber për hulumtime. Pa dashur të zgjatem më tepër, unë ju lane amanet e Zotit dhe ju them Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.